Kur mos pini ujë kur hani bukë. Arsyeja do ju befasoj. Pirja e ujit gjatë ngrënies është një zakon që të gjithë e bëjnë shpesh, por ky zakon pas ka dhe anët e dëmshme të cilat shkaktojnë probleme në organizëm. Sipas disa studimeve shkencore, pirja e ujit gjatë ngrënies sjell probleme të ndryshme gastrointestinale si fryrje, tretje të dobët dhe mos përthithje të plotë të lëndëve ushqyese. Sipas nutricionistëve, perfektja do të ishte që 30 minuta përpara ngrënies dhe 1 orë pasi keni ngrënë të mos pini ujë, ndërsa për ata që kanë nevojë vërtet për të pirë ujë, duhet të pinë disa glënka të vogla. Kështu që mos pini ujë gjatë ngrënies pasi nuk do t'i bëni mirë organizmit tuaj. Provojeni dhe do të shikoni se nuk do të keni më fryrje të barkut pas vaktit tuaj të ngrënies.